Edhe pse ndodhemi në fund të tetorit, Kalaja e Rozafës vazhdon të tërheqë vizitorë të shumtë, përfshirë edhe turistë nga vende të largëta si Australia. Ata shprehen të emanitur nga pamja mrekullueshme që ofron Kalaja dhe historia që ajo mbart. Shumë prej tyre thonë se do të rikthehen sërish për ta vizituar Shkodrën dhe për të zbuluar më shumë nga bukuritë e saj natyrore dhe kulturore. I'm from Australia. Jam nga Australia. Është hera e parë që vi në Shqipëri. Erdha këtu pasi përfundova shtektimin nga thethi në Valbon. Me që kisha dhe një ditë të lirë në Shkodër, vendosa të vizitoj Kalan. Është shumë e madhe dhe plot histori nga kohët e lashta, nga periudha veneciane e ajo osmane. Është vërtet interesante. Po planifikoj të rikthehem për të vizituar liçenin e Shkodrës, të cilin nuk arrita ta shoh këtë herë. Një grup tjetër turistësh nga Spanja ndan përshtypje të ngjashme. We are from Spain. Jam Emanuel dhe vi nga Spanja. Është hera e parë që vim në Shqipëri. Kemi ardhur kryesisht për liçenin dhe malet. Pamja nga këtu është fantastike. I'm from Spain also. Vim nga Spanja. Kalaja që nga mrekullueshme. Histori tërheqëse brenda saj. Shpresoj rradhës tjetër të vim me miqtë e mi të ngushtë. Also like giving a little walk on the city. Në listën e më të vizituarave gjatë këtij sezoni turistik është Kalaja Rozafa, simboli i qytetit dhe pikë takimit i historisë dhe mitologjisë. Për turistët, vizita në Kala është eksplorimi i bukur në të kaluarën e qytetit.